Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin, krijuesin e botrave. Mirësi dhe bekimet e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahu xhalla xhelalu i lutem duke thënë: O Allah, o Zoti i gjithësisë, lëshon mbi ne mëshirë sa jemi gjallë në këtë botë, lëshon mbi ne mëshirë kur të jemi vetëm në varret tona, e lëshon mbi ne o Zot mëshirë ditën kur do të dalim përpara Teje. O Allah, o Zot, Ti që na e ke mundsuar në jetë në kësaj bote të jetojmë një pjesë të kohës tonë me hadithet e pejgamberit alayhi salatu selam, me jetën e pejgamberit alayhi salatu selam, me mrekullitë e pejgamberit alayhi salatu selam, ne mundso të jemi bashkë me të ditën e Kiametit. O Allah, o Zoti i gjithësisë, bëje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ndërmjetësuesin ton tek Ti atë ditë ku nuk bën dobi asgjë, vetëm se kush të vjen Ty, o Allah, me zemër të pastër dhe me vepra të mira. Lut Zotin e Madh që të jemi të gjithë pa përjashtim pjesë e asaj mirësie të qëndrimit në rend dhe në radhë për të marrë nga dora e bekuar e pejgamberit alayhi salatu selam nga uji i Kautherit. Amin. Me shpresën e të Madhit Zot do të vazhdojmë me mrekullitë që i Madhi Zot i ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë se nuk është edhe trajtuar ndoshta me kaq shumë ose në kaq shumë detaje më herët. Zoti i Madh, Allahu xhalla xhelaluhu, i ka dhënë pejgamberit sa mrekullinë më të madhe, e cila është dhe funksionon edhe sot e kësaj dite, që është Kurani, po i ka dhënë dhe qindra mrekulli të tjera si një sinjal, si një dritë prej Zotit për të kuptuar njerëzit që e rrethonin se ai ishte i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht nuk ka qenë mrekullit ose nuk kanë qenë mrekullit e pejgamberit alayhi salatu selam, po edhe mrekullit e pejgamberëve atribut i tyre është diçka që quhet dhuratë e Zotit për të sfiduar, për të ndihmuar, për të argumentuar se këta njerëz, pra profetët, ishin të dërguar të Zotit dhe të zgjedhur të Zotit. Kështu që sa herë që ne muslimanët hasim në mrekullitë e profetëve, siç është për shembull e folura e Isait alayhis salam ndjep, ose që Isa alayhis salam në situata dhe në rrethana të caktuara ngjalli të vdekur, ose në situata dhe rrethana të caktuara shëronte të smurët, ose në situata dhe rrethana të caktuara e bënte prej balte diçka në formën e zogut dhe i frynte dhe ajo fluturonte. Gjitha këto kanë qenë prej Zotit, prej Allahut, edhe mrekullitë që ne shohim tek pejgamberi sa gjitha janë prej Allahut. Edhe mrekullitë që ka pas Musa alayhis salam me shkopin, apo me çarin e detit, apo me dorën që i ndriçonte, apo 9 mrekullitë që i dha Zoti përballë Firaunit, të gjitha këto kanë qenë prej Allahut, prej Zotit, dhe jo prej këtyne burrave të zgjedhur të Zotit. Për këtë arsye, jo gjithmonë kanë funksionuar këto mrekulli me dëshirat e profetëve. Ka dash Zoti kanë funksionuar. Për këtë arsye dhe Zoti tregon në Kur'an se i kërkojshin kurejshitët Muhamedit alayhis salam mrekulli her mas here. Dhe Zoti i Madh nuk i përgjigjej kërkesës së tyre. Nuk i përgjigjej Madhi Zot kërkesës së tyre, sepse është problem pastaj kur vjen mrekullia dhe njerëzit nuk besojnë, atëherë mbetet që të jenë njerëzit më të urryer dhe më të dënuar te Zoti, si në këtë botë edhe në botën tjetër. Ne inshallah do të ndalemi sot tek mrekullia që besoj është me numra e 145 e radhës. Shërimi i Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. Pra edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka pas disa mrekulli që kanë qenë shërim për njerëzit e smur. Aliu radhiyallahu anhu tregon, pra hadithi është i transmetuar në Musnedin e Imam Ahmedit edhe në Tirmidhi. Aliu radhiyallahu anhu tregon: kam qenë i smur dhe kaloi pranë meje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
edhe unë po lutesha duke thënë, Aliu tregon se si po lutesha. Allahumma in kana ajli qad hadar farhamni wa in kana mutaakhiran farfa'ni ay wassi' li fi 'ishi wa in kana bala'an fasabbirni. Aliu radhiyallahu anhu me sa duket pas ka qenë shumë rënd, i smur, lutej duke thënë: O Allah, o Zoti im, nëse është momenti i fundit i jetës time, pra kjo smundje është e fundit, më mëshiro. E nëse nuk është momenti i fundit, pra o Zot, nëse është smundja e vdekjes, më mëshiro. Nëse nuk është smundja e vdekjes, më jep mirësi dhe begati. O Zot, nëse është sprov, më jep durim. Pejgamberi alayhis salam ngjoi Aliun duke bërë këtë lutje dhe i tha: "Kefe kult, çfarë the?" Ja përsërita tha atë lutjen që unë thash. Pejgamberi alayhis salatu selam më preku me dorën e tij dhe tha: "Allahumma afihi au shfih." O Allah, shëroje, bëje mirë. O Allah, bëje mirë. O Allah, shëroje. Thot Aliu radhiyallahu ta'ala anhu: "Fama shakaytu waj'i ba'd." Më ndaloi dhimbja më njëherë. Aliu radhiyallahu ta'ala anhu prap në rastin e ndodhisë Khajberit smuret nga syt, bëhet shumë keq nga syt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pështyn, pra jo bështym, po diçka e lehtë në synin ose në syt Aliut radhiyallahu ta'ala anhu dhe shërohet duke mos pas më asnjëherë probleme nga syt Aliut radhiyallahu anhu deri në vdekjen e tij. Sahl ibn Sa'd, hadithi është i njohur, Buhari dhe Muslim, po ka histori brenda. Sahl ibn Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu tregon: I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në ditën e Khajberit tha: "La utiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu." Do t'ja jap këtë flamur një burri që Zoti do të na japi çlirimin në duart e tij. Pra ai do të jetë udhëheqësi i çlirimit, pra do shërohet Khajberi. Ai e do Allahun dhe të dërguarin e tij, sallallahu alaihi wasallam. Allahu dhe i dërguari i tij e duan atë. Thot Omeri, parantez, nuk ka ndodhur ndonjëherë në jetën time që të doja të isha udhëheqës përveç këtij rasti. Sepse bëhesh fjalë që ti të marrësh një certifikim. Ai e don Allahun dhe dërguarin e tij, atë e don Allahu dhe dërguari i tij. Do të thonë ky është synimi i çdo njeriu që të jetë nga ata që me të vërtetë e do Allahun dhe dërguarin e tij, dhe synimi i çdo njeriu gjithashtu është të jetë fitues i dashurisë Allahut dhe dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Tregon Sahl ibn Sa'd: atë natë gjithë njerëzit kanë fjetur gjumë me merakun se kush do të ishte ky njeri që do të kishte këtë privilegj. Çlirimi do të ishte në duart e tij, po edhe i dashur nga Allahu dhe i dërguari i tij, edhe ky është dashuruesi i Allahut dhe dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Kur gëdhin njerëzit, pra kur u çun në mëngjes dhe falën namazin e sabahut, shkuan të gjithë njerëzit turm tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithë secili dëshironte dhe shpresonte ti dorëzohej atij flamuri. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Ejna Ali ibn Abi Talib?" Ku është Aliu, biri i Ebu Talibit? Njerëzit u përgjigjen: "Huwa ya Rasulallahi yashtaki aynayhi." O i dërguari Allahut, ai është i smur nga syt. Është i smur nga syt. Pra kishte një lloj ujthi
rreth e përqark synit, pra ishte keq, radhiyallahu ta'ala anhu. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, fa arsilu ilayhi, thirrni, le të vi. E sollën duke e mbajtur, pra me zor shifte, radhiyallahu ta'ala anhu. Fa basaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 'aynayhi wa da'a lahu fa bara. Pra i përshtyri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sy, pra në këtë formë, dhe u shërua më një herë, dhe u lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të. U shërua thot më një herë, hatta kana ka'an lam yakun bihi wajh. U shërua thot më një herë, sikur nuk kishte thot fare sëmundje. Pra sikur nuk ishin smur ndonjëherë syt e tij. Dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i dorëzoi atij flamurin dhe çlirimi ishte në duart e tij, radhiyallahu ta'ala anhu. Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Tregon Abdurrahman ibn Abi Leila radhiyallahu ta'ala anhu, thot, ishte baba im që rrinte me Aliun radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe thoshte Aliu radhiyallahu ta'ala anhu nuk kishte problem se çfarë rrobash vishte. Aliu radhiyallahu anhu nuk kishte problem se çfarë rrobash vishte, domethënë verë dimër nuk ndikonte kjo tek ai. Than ata që e shoqëronin, po sikur ta kishin pyetur, ç'është kjo punë me këtë fjalë, nuk i kushton rëndësi, domethënë kujdesit ndaj temperaturës, qoftë verë apo dimër. Tregon Aliu radhiyallahu ta'ala anhu çfarë ka ndodhur. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam më dërgoi dikë mëngjesin e Khajberit, pra ngjarja që ne përmendëm pak më përpara. Dhe i than pejgamberit alayhis salam që ai është i smur nga syt. Kur shkova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thash pejgamberit e Zotit kam problem me syt, pra nuk mund të jem unë udhëheqës ushtrie, ndërkohë që kam problem me syt. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thot tafala fi aynay, më përshtyri në sy, pra në këtë formë lehtë. Pastaj tha, pra boni dua dhe tha tjetër plus Allahumma adhib anhu al-harra wal-bard. O Zot, largoj Aliut, pra të ftohtin dhe të nxehtin. Nga ajo kohë, thot Aliu radhiyallahu anhu, deri më sot nuk më bën përshtypje se çfarë rrobe vesh mbi trupin tim. Nga ajo kohë deri më sot nuk më bën përshtypje se çfarë rrobe unë vesh mbi trupin tim. Dhe thot Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, nuk ka ndodhur ndonjëherë thot që të kem pas probleme me syt, apo të kem pas probleme me kokën, me dhimbjen e kokës, qysh nga dita që më preku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fytyrën time dhe qysh nga dita që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më përshtyri pra në syt e mi e deri më sot. Pra kur e ka treguar Aliu radhiyallahu ta'ala. Pra këtu kemi faktikisht dy mrekulli në të njëjtën ngjarje. Atëherë jemi 147. Shërimi i Saad ibn Abi Waqasit radhiyallahu ta'ala anhu dhe njoftimi ose paralajmërimi apo profecia mbi jetën e tij të gjatë. Pra edhe këtu kemi faktikisht dy mrekulli. Saad ibn Abi Waqas radhiyallahu anhu tregon: u smura në Mekë shumë rënd dhe erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të më vizitonte. I thash: o i dërguar Allahut, unë kam shumë pasuri.
Mirë po unë kam si trashëgimtare vetëm një vajzë. Për këtë arsye kam menduar që ta lej si testament 1/3, 2/3 e pasurisë time dhe 1/3 t'ja lej vajzës. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, la, jo. Atëherë i thashë i dërguari Allahut, po jap gjysmën, pa e lej si për të varfërit si vakuf e tjera, dhe gjysmën vajzës time. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, la, jo. Atëherë i thashë i dërguari Allahut, 1/3 po e lej si sadaka dhe vakuf, dhe 2/3 po e lej vajzës time. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, e-thuluthu wa thuluthu kathir. 1/3, po prap 1/3 është shumë. Po prap 1/3 është shumë. Pastaj i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ma vuri dorën në ballë, më fërkoi, domethënë fytyrën time dhe pjesën e përparme të trupit tim dhe tha, ose u lut, Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijratahu. O Allah, o Zoti im, shëroje Sa'din dhe mos ja humb atij shpërblimin e emigrimit. Sepse ishin Mekë, njeriu nëse vdes në tokën për së cilës ka emigruar, e humb shpërblimin e emigrimit. Dhe shpërblimi i emigrimit është nga shpërblimet më të mëdha që ekzistojnë në Islam. Pra Islami 1, emigrimi 2, haxhi 3, taubja 4 janë gjërat të cilat në Islam nuk barazohen me asgjë tjetër. O Allah, tha, shëroje Sa'din dhe mundsoja atij që mos ta humbi shpërblimin e emigrimit të tij. Dhe me të vërtetë, thot Sa'di, u shërova sikur nuk kisha më asgjë. Kur ka ndodhur kjo ngjarje? Kjo ngjarje në transmetimin tjetër thot ka ndodhur vitin e haxhit të lamtumirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe tregon pra Sa'di në transmetimin tjetër edhe një herë ngjarjen që ka thënë du të jap 2/3, 1/3 për gocën, gjysmën, pastaj ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 1/3 dhe 1/3 është shumë. Transmetimi tjetër ka një gjë shumë interesante. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha, innaka an tadhara dhurriyyataka aghniya khayrun min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas wa lasta binafiqin nafaqatan tabtaghi biha wajha Allahi illa ajaraka Allahu biha hatta al-luqmata taj'aluha fi fiyyi imra'atik. Shumë interesante kjo pjesë. Që ti lësh trashëgimtarët e tu të pasur është më mirë se sa ti lësh ato fukarinj të varfër lypin në përdyrat e njerëzve. Kupto se nëse ti shpenzon dhe ke për qëllim kënaqësinë e Zotit, Allahu ty do të shpërblej edhe nëse ti ushqen bashkëshortën tënde. Tekstualisht thotë kështu, madje edhe kafshata që vendos në gojën e bashkëshortes tënde, ty të shkruhet tek Allahu si sadaka. Pra mos mendo se sadakaja është vetëm kur jep tek të huajt ose tek të jashtmit, sadaka quhet edhe shpenzimi për fëmijët, edhe shpenzimi për bashkëshortën e kështu me radhë. I thash pra transmetimi tjetër, ja Rasulullah, u khallifu ba'du ashabi, o pejgamberi i Zotit, paktën të cilësoj me emra disa nga shokët e mi nga pasunia ime. I pejgamberi sa sem tha, innaka lan tukhallafa fa innaka lan tukhallafa fa ta'mal 'amalan tabtaghi biha wajha Allah illa izdadta biha darajatan wa rif'atan. ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم ولكن البائس سعد
ibn Khawla. Transmetimi tjetër gjithmonë thot: I thash o i dërguari i Allahut, po sikur të kisha emëruar disa nga shokët të paktën për disa. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ke nevojë, sepse çdo e mirë që vjen prej teje dhe ti ke për qëllim kënaqësinë e Zotit, Allahu ty do të lartësojë me një shkallë, pra do të ngrej një shkallë. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: la'allaka tukhallaf. Shpresoj se do të jetosh gjatë. I thot kujt? Saadit. Dhe prej teje do të përfitojnë popuj, po dhe prej teje do të dëmtohen të tjerë. O Allah, Zoti im, plotsoja shokëve të mi shpërblimin e emigrimit. O Allah, Zoti im, ruaj ata që të kthehen mbrapsh mbas udhëzimit. Pastaj tha: I humbur është Saad ibn Khawla. Saad ibn Khawla është një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili, domethënë, ka qenë prej aty në të cilët e humbën shpërblimin e emigrimit. Dhe me të vërtetë ka ndodhur siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo smundje nuk ishte smundja e fundit e jetës së Saadit radhiyallahu ta'ala anhu, dhe ka jetuar mbas kësaj ngjarje Saadi 50 vjet. Pra mbas kësaj ngjarje, pra bëhet fjalë në haxhin e lamtumirës, pra i bjer viti i 10 i hijretit, ka jetuar dhe 50 vjet mbas kësaj radhiyallahu ta'ala anhu. Faktikisht këtu ka ndodhur disa mrekulli. Përveç shërimi i Saadit, kemi edhe, si më thon, profecia se ai do të jetojë shumë, si më thon, mbas kësaj, dhe thuhet që ka qenë ndër sahabët e fundit që kanë ndruar jetë radhiyallahu ta'ala anhu. Ka thënë Imam Ibn Hajeri rahimahullahu ta'ala, thotë ka ndruar jetë në vitin 55 të hijretit. Domethënë ka jetuar afërsisht mbas kësaj ngjarje, ka afërsisht 40 e sa vite apo 50 vite afërsisht. I fundit muhaxhir që ka ndruar jetë. Radhiyallahu ta'ala anhu. I është falur namazi i xhenazës në Medinë nga Marwan ibn al-Hakam. Ka ndruar jetë moshën 70 sa vjeçar radhiyallahu ta'ala anhu. 148 shërimi i një sahabiu i cili kishte shenja në fytyrën e tij. Faktikisht jam mundu me e gjetë, po nuk e di se si përshtatet në gjuhën shqipe. Është një lloj sëmundje që krijohet që krijon puçra, po që lën gjurmë. Pra u dukte si e kuqe, se mundova ta gjej se si mund përshtatet në gjuhën shqipe. Pra ishte një lloj sëmundje që shkakton të puçra të kuqe, dhe ato shkaktonin përhapeshin fytyrë edhe shkaktonin njolla të mëdha në fytyrë. Sahabiu i nderuar Abjad ibn Hammal është ai i cili i ka ndodhur kjo mrekulli. Thot, në fytyrën e tij kishte xhedra. Pra ishte kjo smundja që po ta shihje, domethënë ishte me pulla të kuqe të mëdha, të cilat thot kishin marrë një pjesë të mirë të fytyrës së tij. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u lut dhe e fërkoi fytyrën e tij me dorën e tij sallallahu alaihi wasallam. Pa ardhur akshami i asaj nate, u shërua dhe u zhdukën të gjitha shenjat që kish pas më herët në fytyrën e tij radhiyallahu ta'ala anhu. 149 shërimi i verbrit me lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Dhe ky hadith që do të përmendim, përmendet shumë edhe në librat e besimit, në librat e akides. Uthman ibn Hunayf radhiyallahu anhu tregon, thot një burr erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe duke qartë që ai ishte i verbër, pra erdhi duke e sjell dikush. Ju drejtua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Ud'u Allaha an yu'afini." O dërguar i Allahut, lutju Allahut të më shërojë. I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "In shi'ta akhartu laka wa huwa khairun wa in shi'ta da'ut." Nëse do leje për në botën tjetër, është më mirë për ty. E nëse do, unë lutem për ty. Ai burri tha: Jo, mu lut, pra lutu për mua. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e urdhëroi burrin e verbër që të merrte abdes me kujdes, pra të merrte abdes mirë. Pastaj i tha, kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtij sahabiu të verbër, lutu duke thënë: Allahumma inni es'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammedin nabiyyir rahma. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda li. Allahumma fashaffi'hu fiyya. O Allah, unë të lutem ty dhe të kërkoj ty me të dërguarin tënd, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të dërguarin e mëshirës. Unë po të drejtohem ty te Zoti im për nevojën time, që Zoti ma plotësoj, të më shëroj. O Allah, pranoje ndërmjetësimin e tij, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për mua. Shkoi burri, mori abdes, siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe u lut me këtë lutje. Fa fa'ala ar-rajulu fa bara'a fa raja'a wa qad kashafa Allahu basarahu. Bëri atë që i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u shërua më një herë, pra ju kthye shikimi sikur nuk kishte pasur asgjë ndonjëherë në sytë e tij. Ibn Hunayfi, ky që transmeton hadithin, thot: Pasha Zotin, ka ik burri nga ne në atë moment sikur s'kishte pas asgjë ndonjëherë në jetën e tij. Pra është kthyer shikimi i tij në normalitet. Pse përmendet ky hadith në librat e akides? Përmendet ky hadith në librat e akides të ajo që a lejohet njeriu që në lutjen e tij të thotë: O Allah, për hatrin e Muhamedit, ma zgjidh këtë problem ose ja. Për hatër të Muhamedit. Ose Allah, unë të drejtohem ty nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka interpretime për këtë çështje dhe më e saktë është që nuk bën. Pse? Sepse nuk ka ndodhur në asnjë rast tjetër kjo gjë, dhe ky konsiderohet rast i veçantë, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha atij lutu në këtë formë. Po ka një transmetim tjetër që i ka thënë në fund duas: Allahumma shaffi'hu fiyya wa shaffi'ni fihi. O Allah, pranoje ndërmjetësimin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për mua dhe ndërmjetësimin tim për të. Pra është lut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe është lut edhe ky vet. O Allah, pranoje ndërmjetësimin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për mua dhe pranoje ndërmjetësimin tim për të. Pra të pranoje këtë lutje time që po bëj, që të pranohet lutja e Muhamedit alayhi salatu wasalam. A mundet njeriu vëllezër në botë, përveç se në këtë rast, të thotë që o Allah, pranoje ndërmjetësimin tim për Muhamedit alayhi salam, s'mund ta thotë kush këtë gjë. Pra për këtë arsye thon dietarët, është rast i veçantë. Është rast i veçantë nga i cili nuk mund të merret analogji.
150 shërimi i Qatadës, edhe Qatadja radhiyallahu ta'ala anhu ka pas probleme me syt. Qatada ibn Nu'man radhiyallahu anhu tregon se është goditur në luftën e Bedrit dhe i ka ra synin në tokë. Radhiyallahu anhu. Thot jo i ka rënë, po domethënë i ka ngel e varur, i ka ngel syni i varur. I thanë pejgamberi i Zotit, a t'ia presim? Kanë pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka ngel syni i varur dhe kanë pyet sahabët, a t'ia presim? Pra a t'ia kpusim? Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo, po ma sillni mua këtu. Dhe e kanë sjell. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u lut për të dhe ja ktheu synin në vend. Thonë shokët e Qatadës, pasha Zotin nuk e dalloje Qatadën se cili ishte ai syu që i kishte ndodhia në luftën e Bedrit. Pra si nuk dalloje asgjë, sikur s'ka ndodhur asnjë gjë. Dikush prej komentatorëve kur e interpreton këtë ngjarje, thot Isaia alayhis salam i shëronte të verbrit dhe syt ishin në fytyrë, në kokë. Ndërsa kjo thot që i ka ndodhur pejgamberit sa është më e madhe si mrekulli. Sepse syni kishte dalë prej vendit dhe pejgamberi sa e ktheu në vend. 151 shërimi i dorës së një burri shërimi i dorës së një burri që ishte djegur. Ose një personi që ishte djeg dora. Hadithin e transmeton Ummu Xhemil bintul Mujallil radhiyallahu ta'ala anhum. Tregon se kanë ardhur nga toka e Abisinis në Medinë. Dhe një ditë, duke gatuar, e lën gatimin lart dhe shkon që të mbledhi dru. Vorba ose ajo ena ku gatui ushqimi ju ka derdh fëmis në dorë. Dhe e sollën thot fëmin me dorën që ishte komplet, pra e djegur nga ushqimi, tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i than, kjo gruaja pra Ummu Xhemil i ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, bi abi wa ummi ya Rasulullah, hadha Muhammad ibn Hatib, bofsha për ty kurban babën dhe nonën time o pejgamberi i Zotit. Ky është djali im, Muhammad ibn Hatib. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në gojën e tij dhe fërkoi në kokën e tij dhe u lut dhe bëri dua. Dhe filloi të përshtynte nga krahu që fëmia ishte djegur, pra në këtë formë. Të i fri. E dëgjova Ummu Xhemil që thoshte pejgamberi alayhis salam, "Adhhib al-ba's rabb an-nas washfi anta ash-shafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama." Largoje sëmundjen o Zoti i njerëzve, shëroje sepse ti je shëruesi i vetëm i vërtet. Nuk ka shërim vetëm se shërimi që vjen prej teje. O Allah, bëje këtë shërim të atill që mos t'i kthehet më smundja. Ummu Xhemil tregon, "Fama qumtu bika min indihi hatta bari'at yaduk." Nuk u çova nga pejgamberi sa me ty vetëm se dora jote ishte shëruar në vend.
151 Shërimi i krahut të një burri me lutjen dhe bekimin që i ndodhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Khubejb ibn Isaaf radiallahu anhu tregon: erdha unë dhe disa burra nga populli im tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që ai ishte nisur për një ekspedit luftarake, dhe i tham: inna nashtahi an nashhad ma'aka mashhada, o Muhammed, dum që t'jemi në radhët e ushtrisë tënde. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i pyeti: e eslemtum, e keni pranuar islamin? Qulna la, i tham jo, si më bërë musliman. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: fa inna la nasta'inu bil mushrikina ala al mushrikin, nuk ndihmohemi me idhujtarët kundër idhujtarëve. Nuk ndihmohemi, pra nuk kërkojmë ndihmë nga idhujtarët kundër idhujtarëve. Tha dolëm dhe mendum me njëri tjetrin. Dhe tham, pse mos bëhem musliman? Ta tani me njëri tjetrin. Erdhëm thot dhe i tham, po mirë, duam të bëhem musliman. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mirë se vini. E pranuam islamin, dëshmuam shahadetin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe në luftë u godita në para krahun tim. Ose në krahun tim. Atëherë thot, më goditën thot gjatë luftës në këtu shpatullën time. Dhe mu kput pothuajse dora, po ngeli varë. E mbështeta me dorën tjetër dhe erdha me vrap tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam përshtyu tek vendi i çar dhe e ngjiti dhe u ngjit në moment dhe u shërua sikur mos kishte ndodhur asgjë. Personi thot që më gjujti, unë faktikisht në luftime, domethënë ai më gjujti, unë e vrava. Pastaj më vonë thot, lëviz koha dhe martohem me të bijen e tij. Kush e tregon ngjarjen? Khubejb ibn Isaaf radiallahu ta'ala anhu. Ndërsa hadithin e transmeton Imam Bejhaqiu në librin e tij Delail an-Nubuwa, dhe është përmend edhe në librin e Al-Bidaya wan Nihaya. 152 Shërimi i pulpës së Seleme ibn al-Aqwa radiallahu ta'ala anhu. Ngjarja kjo për cilën po flasim ka ndodhur në Khaybar. Ngjarjen e tregon Yazid ibn Abi Ubaid prej tabiinëve. Thot, pash tek pulpa e Seleme ibn al-Aqwa, thot një goditje, pra shenjë, goditje. Dhe e pyeta, o Ebu Muslim, se kështu e kishte, se më thënë pseudonimin. O Ebu Muslim, ç'është kjo shenjë në pulpën tënde? Ai tha, jam goditur ditën e shirimit të Khayberit. Njerëzit njoftuan me zë se është goditur Selemeja, pra ky, për veten e tij, dhe shkova tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më përshtyri, pra përshtyri nuk është për qëllim mbështyme, por kjo përshtyma e lehtë, nuk e di si mund ta ketë përshtatjen më mirë në shqip. Thot 3 herë tek vendi ku thot unë isha plagos ose që isha dëmtuar. E nga i moment që pejgamberi sa se më përshtyu mbi të, nuk më ka dhimbtur më deri tani që po flas. Abdullah ibn Atiq i thyhet këmba
dhe ndodh mrekullia nga Zoti për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Atiq radiallahu ta'ala anhu thot: mu thy këmba dhe më shtolla me një amame, me një çall, ka hiç çallën nga koka dhe kam shtjell këmbën. Dhe ju thash shokëve të mi, më çoni tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më çon tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke më mbajtur. I dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam më tha çfarë ka ndodhur dhe i tregova. Më tha shtrije këmbën. E shtriva këmbën. I dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam e fërkoi me dorën e tij dhe nga ai moment deri më sot s'kam pas më dhimbje te kjo këmbë. Nga ai moment deri më sot, pra që ka treguar ngjarjen, nga pas ndonjëherë dhimbje te kjo këmbë. Radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Shërimi i këmbës së Amr ibn Muadhit radiallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Burejde radiallahu ta'ala anhu tregon: e kam dëgjuar babain tim, i cili tregonte se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte përshtyr mbi këmbën e Amr ibn Muadhit kur i ishte prerë këmba dhe u shërua. Tani a është prerë plotësisht kputur apo jo plotësisht, këtë nuk ka ndonjë sqarim. E rëndësishme kjo ka ndodhur dhe hadithi është i saktë. Është përmendur në serialin e haditheve të sakta të Sheikh Albanit, hadith 2904. 152 Shërimi i Uthman ibn Abil Asit nga harresa. Uthman ibn Abil As radhiyallahu anhu thot: më ngarkoi pejgamberi sa sem që të jem unë drejtuesi valiu i Taifit. Mirë po harroja, madje dhe rekatet e namazit i harroja sa kam fal, sa s'kam fal. E duke e parë se kjo po më vështirësonte, udhtova për të takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur më pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tha Ibn Abil As, si më thonë, po ti këtu, si më thonë, ç'ne? I thash po, i dërguari Allahut. Tha ma gja e bik, çfarë ke ardhur, pse ke ardhur? I thash o i dërguari Allahut, harroj. Madje edhe në namazin tim harroj se sa kam fal. Madje edhe Kur'anin po e harroj. O pejgamberi i Zotit, e kam ditë El-Bekaren përmendësh dhe tani po më rrëshqet nga memoria. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Dha ke shejtan udnu." Prej shejtanit afrohu. U afrova prej tij sallallahu alaihi wasallam, pra u afrova afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u ul afër gjoksit tim. Pra ky është, si më thonë, shtri dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku anash gjoksit ti, thot dhe më gjujti në gjoksin tim dhe më fryu mbi gojën time dhe tha: "Ukhruj adu Allah, ukhruj ja shejtan min sadri Uthman." 3 herë. Dil o armik i Allahut, dil o shejtan nga gjoksi i Uthmanit, dhe e tha këtë gjë 3 herë. Pastaj dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ilhaq bi amelik." Shko atje ku ishe në punë. Thot Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu, Uthman ibn Abil As, pasha Zotin, nga ai moment deri më sot që po tregoj të ngjarjen, s'ka ndodhur ndonjëherë që të harroj diçka. Radhiyallahu ta'ala anhu. Po Uthman ibn Abil Asit, për një sëmundje që ka pas dhimbje,
në trupin e tij. Thot, jam ankuar tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për një dhimbje që kam pas në trupin e tij qysh nga koha që kam pranuar Islamin. Pra një dhimbje, si më thon, smundje e vjetër. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam më tha: vendose dorën tënde në vendin ku të dhem dhe thuaj 3 herë Bismillah, Bismillah, Bismillah. Pastaj thuaj 7 herë A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. 7 herë. Thotë e bëra këtë që më tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ma largoi Zoti dhimbjen sikur nuk më kishte ndodhur ndonjëherë, dhe këtë lutje ja kam mësuar familjes time dhe çdo kujt që mankohej për ndonjë dhimbje në trup. Ka hadith tjetër që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë lutje ja ka mësuar edhe të tjerëve. Kush ka ndonjë dhimbje në trupin e tij dhe e vendos dorën e tij aty ku ka dhimbjen e tij dhe thot 3 herë Bismillah, 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 A'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir, 7 herë, vetëm se Zoti do e largojë atij sëmundjen ose dhimbjen. Çfarë kërkohet? Çfarë kërkohet? Kërkohet siguri. A me vërtet? Ta kesh për i vërteti. Pra, kur ta bësh, kur thush, aty ku ke dhimbjen, thush Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. A'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. A'udhu bi izzatillahi. Ama ti jesh i sigurt në atë që po bën. Problemi më i madh në këto lloj situatash është pasiguria e njerëzve kur bëjnë lutjet ose duat. Pa e bën, pa se po e bëjmë inshallah po ndodh. Po e nisë me inshallah po ndodh, i e gabim. Me besim se do të ndodhi. Kështu do të ndodhi dhe pi. 153. Shërimi i një fëmije i cili ishte, si më thon, i prekur nga shejtani në duart e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja'la ibn Murra radhiyallahu anhu tregon se një grua e solli një djalë të vetin tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili bënte veprime të pakontrolluara. Ajo e solli dhe i tha pejgamberi, i tregoi sikletin e fëmijës. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Ukhruj aduwallah ana rasulullah fabara." Pejgamberi sa se mu lut duke thënë ose tha: "Dil nga ky trup o armik i Allahut, sepse un jam i dërguari i Allahut." U shërua me një herë. U shërua fëmia me një herë. Ajo gruaja thot i solli pejgamberit sa se 2 desh, i solli gjal, i solli qumësht të thatë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "O Ali, merre gjalpin dhe qumshtin e thatë dhe merre njërin prej 2 deshëve, ndërsa dashin tjetër ktheja gruas." Pra kësaj gruje ktheja një dash, njërin maje, edhe gjalpin edhe atë qumshtin e thatë mbaje. Eliqit është qumshti i thatë, pra kanë pas bërë domethënë qumshtin e thanin edhe e përdornin, e depozitonin dhe e manin si ushqim në prodhime ose për luftra ose për kohë dimri. Këtu kemi edhe një, si më thënë, mesele që është: a depërton shejtanin trupin njeriut apo jo? Fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Dil
nga ky trup, o armik i Allahut, se unë jam i dërguar i Allahut, do të thotë se gjindi ose shejtani ishte në trupin e këtij djaloshi. Ishte në trupin e tij. Allahu xhallahu kur folin në Kur'an për ata të cilët han para në kamatës, tha: "Alladhina yakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas." Kur do të ringjallen këta ngrënësit e kamatës ditën e Kiametit, do të ringjallen si ata që i ka yatakhabbathu ash-shaytanu, sikur i ka zënë djalli. Tani i ka zënë me kuptimin është fut në trupin e tyre apo i ka zënë nga jashtë. E sakta dhe më drejta është se shejtanët, xhindët mund të depërtojnë në trupin e njeriu. A ka argument tjetër përveç këtij argumenti? Hadithi i njohur, shejtani ecën në trupin e njeriu nëpërmjet damarëve të gjakut. A ka argument tjetër? Argumenti i shejtanit shoqërues. A ka argument tjetër? Suratun Nas. Kështu që kjo është më e drejta dhe më e sakta në lidhje me këtë temë dhe Allahu din më së miri. Spërkatja e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam të ujit mbi një plag dhe shërimi plotësisht i personit. Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu tregon: "Më vizitoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sepse thot isha shumë i smur." Bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ishte edhe Abu Bekri. Dhe isha aq keq saqë e kisha humbur fare. Smuni shumë e rënd, pra nuk e kishte humb. Dhe më kishte rënë fikët pra Xhabirit. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kërkoi ujë, mori abdes dhe më tha merr dhe ti abdes. Pastaj më spërkati me ujin e abdesit të tij dhe u shërova. Radiyallahu ta'ala anhu, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Hadithën e thonë Buhariu dhe Muslimi e të tjerë. 155. Lutja për një person të smur dhe shërimi i tij me lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu tregon se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam vizitoi njërin prej sahabëve të smur. Thot, aq i smur ishte, sa që ishte zvoglu trupi i tij dhe ishte mbledh si zog. Pra smundja e rënd. Është mbledh, është struk, ai smund me fjalë bo si zog, pra me kuptimin shumë rënd. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha, se është e bukur kjo vallahi shumë. Kjo është shumë e bukur. A mos ke bënë ai dua dhe lutje ti gjatë kësaj kohe? Ka i transmetim tjetër që një person mungon nga xhamia 15 ditë. Dhe pejgamberi sa se mi bjerë në mend dhe thotë, ku është filani? Thona pejgamberi i Zotit, filani është duke ju tret trupi ditë për ditë. Ka fillu trupi ti tretet, ditë për ditë, tu tret trupi i tij. Tha pejgamberi sa se më çoni tek ai dhe e çoj. I tha pejgamberi sa se ore mos ke bërë ndonjë duati, mos e ke bërë ndonjë lutje Zotit? Tha po. I tha pejgamberi sa si e lut? Ç'a dua e ke bërë? Subhanallah, la ilaha illallah. Tha lutesha duke thënë, o Allah, po e themi kështu arabisht, Allahumma ma kunte muaqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fi dunya. Lutesha tha duke thënë, o Allah, nëse kam për të dënuar në botën tjetër, më mirë ma jep në këtë botë.
me sa duket ka qenë një moment që Zoti e ka pranuar, ka kap shtratin dhe ka filluar të tretë trupi për smundjes. Subhanallah. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Subhanallah, la tutiqhu. Tha subhanallah, se bat dot njeriu këtë lloj lutje. Njeriu nuk e përballon dot këtë lloj lutje. Pastaj tha, më mirë për ty është që të lutesh duke thënë, Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Më mirë tha lutu duke thënë, o Allah, na jep mirë në këtë botë, na jep mirë në botën tjetër, na ruaj për dënimin e xhenemit. Pse i ve kusht e Zotit? Apo pata për të dënu, ma jep këtu. Pse thua ashtu? O Allah, na jep mirë në këtë botë, o Allah, na jep mirë në botën tjetër, o Allah, na ruaj për zjarrin e xhenemit. I kem mbledh gjitha. Pastaj pejgamberi sa se mu lut për të dhe e shëroi Allahun në moment. Pastaj pejgamberi sa se u lut për të dhe e shëroi Allahun në vend. Tu kemi dy mrekulli faktikisht. Cila është e dyta, i tha ke bon ai lutje, edhe kjo nuk mund ta arrinte pejgamberi sa se këtë vetëm se me shpallje nga Zoti Xhelle Xhelaluhu. 157. Gruaja e cila kishte sëmundjen e tokës, kështu në gjuhë popullore, ose epilepsi. Ata ibn Abi Rabah, radiallahu ta'ala anhu, tregon. Një ditë Abdullah ibn Abbasi më tha, a do të tregoj një grua prej banorëve të xhenetit? I thash po si jo. Më tha, a e sheh këtë gruan e zezë? I thash po. Tha, kjo grua ka ardhur një ditë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tha, inni usra. O pejgamberi i Zotit, mua më zen epilepsia. Wa atakashaf, dhe zbulohem kur bin tokë. Pra u anku tek pejgamberi sallallahu për dy probleme, për epilepsin dhe se zbulohej kur rrëzohej. I dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha, in shi'ti saberti wa laki al-janna wa in shi'ti da'awtu Allah an yu'afiki. Nëse do duro dhe e ketë sigurt xhenetin. Nëse do ti, unë lutem dhe Allahu do të shërojë në moment. Nëse dëshiron, bëj durim dhe e ketë sigurt xhenetin. Nëse dëshiron, unë lutem për ty dhe Allahu do të shërojë në moment. Ajo tha, asbir, jo, po duroj më mirë, përderisa që e ka xheneti i sigurt, po duroj. Pastaj tha, inni atakashaf, fad'u Allah li alla atakashaf, fad'a laha. Pastaj gruaja tha, o pejgamberi i Zotit, po unë kur bin tokë, zbulohem. Lutju Allahu që mos zbulohem. U lut pejgamberi sa sem, dhe sa herë rrëzohej, nuk zbulohej më. Radiallahu ta'ala anha, Zoti qoftë i kënaqur prej saj. Atë këtu kemi dy mrekulli faktikisht prap. Kemi mrekullin e asaj që pejgamberi sa sem i tha, po dëshirove ti, unë lutem dëshirohesh në moment. Kemi mrekullin e profecisë se kjo grua është prej banorëve të xhenetit e sigurt, dhe kemi mrekullin e pranimit të lutjes që kjo grua kur rrëzohen tokë nuk zbulohet më. Thon dietarët, për çdo njeri që Zoti e ka sprovuar me isprov në këtë botë dhe bën durim, pra nuk ankohet me kuptimin që shprehi pa kënaqësi ndaj sprovës, vetëm se Allahu xhallal xhelalu sprovën që i ka dhënë një njeriu në këtë botë, ja shpërblen me xhennet në botën tjetër. Sepse sprova e vazhdueshme o vëllezër është njësoj si larsja e vazhdueshme. Sprova e vazhdueshme është si një fabrik larje e vazhdueshme.
Pra se për shembull smuhet robi 2-3 ditë dhe ato 2-3 ditë pastrohet. Ama kur njeriu e ka një smundje pa shkëputur, pastrimi i tij është i vazhdueshëm. Po mirë, nëse njeriu s'ka smundje, nëse njeriu s'ka gjunare për shembull, i shërben smundja ose sprova si ngritje gradësh. Atëherë këto mund të numërohen 3 mrekulli në të njëjtën kohë. 157 ose 158, si dush numëroje, lutja profetike për ta mbrojtur njeriu nga pickimet e akrepit. Ke parasysh? Vjetër kanë paston që filoni ka një sirr që po të lutet ose po të lutet s'kapin spickën akrepat, spickën gjerprin. Kanë pas përdorur më përpara. Faktikisht ka një lutje interesante për këtë gjë. Ebu Hurajra radiallahu anhu tregon, erdhi një burr tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguar i Allahut, mbrëm na mbytën akrepat." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Amma law qulta hina amsayt a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq lam tadurruk." Sikur ti kishe thënë a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, kërkoj mbrojtjen e Allahut me fjalët e tij gjithë përfshirëse, të më ruaj prej së keqes së asaj që ka krijuar, nuk do të dëmtonin kurrë. Imam Qurtubiu rahimahullahu taala thot, duke komentuar mbi këtë hadith, thot dhe ky është një hadith i sakt i transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kush e bën këtë dua me siguri, Allahu xhalla xhelaluhu ka për ta ruajtur nga sherri i këqijave të atij vendi, sepse ka një transmetim tjetër që thot, kushdo që rrin në një vend dhe thot 3 herë a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, në atë vend s'do të dëmtohet kurrë, derisa të çohet prej atij vendi. Pa sa është aty, s'do të dëmtohet. Thot Imam Qurtubiu, dhe ky është një hadith i saktë për cilin e ka lajmëruar për të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe nuk ka dyshim se ka nevojë për siguri dhe un kam punuar me të gjithmonë. Imam Qurtubiu thot kam punuar me të gjithmonë, qysh nga hera e parë që e kam dëgjuar këtë hadith. Dhe s'ka ndodhur ndonjëherë që të jem dëmtuar kudo që të jem ulur. Se bëj gjithmonë këtë duan edhe s'mnodh asgjë. Një herë thot, pa të ndalë në një udhtim dhe harrova ta bëj këtë duan. Atë natë thot u pickova dhe thash me veten time, e pas më harru duan. Edhe me të vërtetë thot u kujtova dhe me të vërtetë edhe kisha harru duan pa bër. Prandaj thot, mësojeni këtë dua dhe mësojeni fëmijëve tuaj dhe njerëzve të dashur. Atëherë më mësu këtë duan. A'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. 3 herë. Kjo thuhet kur ulesh me i vend, kur rri me i vend, po kjo është mirë që thuhet edhe mëngjes për gjithë ditën, edhe mas dite për gjithë natën. Kushti i vetëm që ka kjo, cila është ta thush me besim dhe me siguri. Kushti i vetëm. (158) Shërimi nëpërmjet rrobave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër, ne muslimanët besojmë se trupi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe çdo gjë që e ka prek, apo e ka vesh, apo e ka përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e bekuar nga i Madhi Zot. Jo nga pejgamberi alayhis salam, sa i ka qenë i dërguar i Zotit, s'ka pas asgjë gjendor. Ama Allahu xhalla xhelaluhu e ka bër trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të bekuar. E si pasojë, çdo gjë që ka prekur trupin e tij, ose çdo gjë që e ka prek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose çdo gjë që e ka përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
ka qenë e bekuar nga Allahu, ka qenë e bekuar nga Allahu. Dëgjojeni këtë që do themi tani. Esma bint Ebi Bekr, radiallahu ta'ala anha, ka pas një nga gjybet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Esmaja kush ka qenë? Goca e kujt? Ebu Bekrit. Çfarë ka pas Aishën? Motër. Tani Aisha i ka dhonë Esmas, radiallahu ta'ala anha, një nga veshjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tregon tani kush Esmaja. Thot Esmaja, ne e lajmë her mas here, sa herë që ka të smur, pra e fusim në ujë, robën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, dhe me këtë ujë shërojmë të smurat. Pra gjybën që ka pas vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbi trupin e tij, e merrte mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e fuste në ujë dhe me këtë ujë shëroheshin të smurat që vinin tek Esmaja radiallahu ta'ala anha. Kush e man me numrin e fundit? 158. Besoj se 158 ose 159. Nëse ne rrim ke 159 tani, thot el-humma, i thon në gjuhën arabe, i thon temperaturës ose etheve. Tregon Tariq, një nga, le të themi, shërbyeset e Saadit radiallahu ta'ala anhu, thot, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam erdhi tek Saadi, pra kërkoi leje dhe u fut tek Saadi radiallahu ta'ala anhu. Kërkon leje dhe nuk po merrte përgjigjet më njëhershme. Pastaj i çon haber pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thot, o pejgamberi i Zotit, deshëm që të rrije më shumë tek ne. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi, e vizitoi dhe po i kërkonte leje që të largohej. Dhe s'po merrte leje, si më thon. Ke gjuti këtë që në disa vende për shembull kërkojnë leje, thot me leje i Zotit shtëpisë. Dhe nuk po i jepshin leje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si më thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mi tha se mi ka çohem fare, s'ka dhënë sinjal që çoas mos u ço. Herën e parë, herën e dytë dhe herën e tretë. Pastaj tha pejgamberi i Zotit, nuk është se s'dum me dhon leje, po dojshim që mos largohesh e shpejt, pra trishe edhe pak në shtëpi. Pastaj tha, dëgjum një zë, dëgjuam diçka që sikur u trokit nder, gjithë familjarët kanë dëgjuar një zhurmë nder. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam foli nga mrena shtëpisë dhe tha: "Men enti, kush është? Kush je ti?" Po femërore, enti, jo ente, enti. Një zë u dëgjua nga jashtë dhe tha: Ummu Mildem. Ummu Mildem i thon arab, i thon etheve. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u përgjigj nga shtëpia dhe i tha: La marhaban biki wala ahla. As mirë se ardhje për ty, as bojrum. Pra nuk dum që të futesh në këtë shtëpi. Tehdin ila el Quba. Shko nga ana e Kubas. Atje përqendrohu. Ka një transmetim tjetër nga Xhabir radiallahu anhu, thot, ethet i kanë kërkuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam leje dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: kush është? Kanë folë dhe kanë thënë, thot, jam Ummu Mildem. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: orientohu nga Kubaja. Pastaj erdhën banorët e Kubas tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ju tha: çfarë keni?
nëse dëshironi unë lutem dhe Zoti ju largon, edhe nëse dëshironi e lejmë ashtu siç është, se për ju do të jetë pastrim. Ata thanë, o i dërguar i Allahut, bo dua më mirë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëherë po lutem. Dhe u lut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe e largoi Zoti edhe nga lagja e Kubas. Pastaj ju tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po të më kishin pyetur mua, e linit, sepse do ju binin të gjitha gjunahet. Atëherë ata thanë, po mirë lëre o i dërguar i Allahut. Po mirë lëre o i dërguar i Allahut. Tani ka i pyetje këtu. Si funksionon kjo gjëja? A flasin ethet? Përgjigja më e thjeshtë, cila është njësoj si hadithi që thotë, kur Zoti krijoi gjallësat, krijesat, njerëzit dhe gjithçka, u çua kush u çu? Farefisnia dhe gjaku dhe tha, o Allah o Zoti im, po unë, kush do të ndali mbrojtje? Si është puna ime? Dhe Zoti i tha gjakut dhe farefisnisë, unë do t'i mbaj lidhjet me atë që i mban lidhjet me ty, dhe do t'i shkëpus lidhjet prej atij që i shkëput lidhjet prej teje. Tani si ka fol gjaku dhe farefisnia o vëllezër? Gajb, kjo është gajb. Edhe këtu kur kanë ardhur ethet pra, dhe kanë kërkuar leje nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj kemi një hadith tjetër dhe me këtë do ta mbyll. Kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, banorët e Medinës kanë pas vuajtur shumë prej malarjes. Ka qenë problem malarja. Muhaxhirët ishin Mekkas, botë shkretëtire dhe se ekzistonte malarja në Mekë. Kur kanë ardhur në Medinë, Medina vën hurmash, vën ujë, ndryshe nga Mekja, mirë po banorët e Medinës nuk i kishin problem. Banorët e Mekës e kishin problem. Dhe një ditë tregon Aisha radhiyallahu ta'ala anha, baba i vetë, Bubekri i Smun, e kishin kap ethet e malarjes, edhe po i kënon të Mekës, kështu, i smur, i këput me temperaturë. Edhe vjen Aisha radhiyallahu anha dhe i tregon pejgamberit alajhi thotë, kështu thotë, e kam parë babën sot. Ishte i smur, i dergjur shtrat, edhe po knojte për Mekën. Pejgamberi sa mboni dua dhe tha, o Allah o Zoti im, largoje malarjen nga Medinja, çoje në Gjuhfe, në një vend tjetër. Dhe nga ajo ditë thot, deri sot, me fjalë, Allahu xhallal xhelaluhu nuk e lejon malarjen të futet në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra e ka rujt Zoti nga malarja me duan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra çfarë desha të them me këtë, që këto janë çështje gajbi, pra çështje që kanë bën me botën e gajbit, dhe nuk është kusht ti mendojmë apo ti perceptojmë ne si diçka fizike çka ka ndodhur. E rëndësishme ka ndodhur kjo ngjarje, ne e besojmë. Ka pyet kush jeti? Ka thonë jam ethet, jam ethja, po ta themi shqip. Kush jeti? Jam ethja. A të futem? Ka thonë jo, mos u fut, s'ka mirëseardhje për ty as bëjrum. Po mirë, ku të shkoj, ka thonë? Ka thonë kalon anë nga Kubaja. Kubaja, ne ethe. Pas ta kanë ardhur të banorët e Kubas, o pejgamberi i Zotit, or kanë ndodhur diçka që s'ka ndodhur më përpara, çfarë keni? Po na zën ethet. Ka thonë, a doni ti lutem Zotit që t'ua largoj apo do të bëni durim? Jo, më lutju Zotit na largoj, apo mirë. A mo tha, po të rri, do t'ju pastroj juve dhe pasardhësit tuaj. Po mirë ja pejgamberi i Zotit. Për këtë arsye për ta mbyllë se shkoj vonë shumë. Thoshte e Buhari radhiyallahu ta'ala kur e zeshin ethet, mirë se keni ardhur se ju s'leni gjymtyr të trupit pa e pastru. Sepse ethet kapin gjithë trupin dhe e pastrojnë gjithë trupin e një. Mirë, inshallah.